U podršci albanskom separatizmu i terorizmu na Kosovu i Metohiji posebno se angažovala albanska emigracija u zemljama Zapadne Evrope i SAD. U Americi je 86. godine još osnovano Albansko-američka civilna liga pod predsjedništvom uticajnog kongresmena Josefa Diogardija, čiji je zadatak bio da aktivno lobira na Capitol Hillu za zahteve i ciljeve kosovskih Albanaca. Aktivnim lobiranjem Liga je otvorila put kosovsko-metohijskim separatistima za zvanične kontakte u Američkom senatu i kongresu. U svakom slučaju, Albansko-američka civilna liga je u mnogome doprinela sistematskom širenju antisrpskog raspoloženja i satanizaciji srpskog naroda u američkoj javnosti. Hello, I'm former Congressman Joe Diogwardi, the president of the Albanian American Civic League. You have just heard former Serbian dictator and indicted war criminal Slobodan Milosevic misrepresent our important work in Washington to free Kosovo and all Albanians from the tyranny of his regime. We have Mr. Diogwardi, you made some very inflammatory statements here. I did, because Mr. Milosevic has been very inflammatory against the Albanians, and someone has to speak up against them, and thank God we have the Congress of the United States to stand up for oppressed people, including the Kosovars. Yes, but Mr. Diogwardi, you need to be accurate when you're a witness, especially when you're a lobbyist for a group. I'm an ethnic Albanian. Now you have to be I'm an ethnic Albanian. I'm an ethnic Albanian. I'm the president of the Albanian American Civic League and the Albanian American Foundation, and I resent those intonations. I don't question Congresswoman Bentley's motives. She's proud of her ethnic background the way I'm proud of mine, and I applaud her that she could stand up for them the way I stand up for Albanians, and I want to see freedom-loving people everywhere treated the way they're supposed to be treated. Emri I Joseph Diogwardit në Amerikë është I lidhur ngushtë me luftën e tij çerek-shekullore për ardhmërinë e fatin e kombit shqiptar në mijëvjeçarin e ri. Asnjë individ shqiptar nga diaspora e Amerikës, pas luftës së dytë botërore e kohës së Nolit e Konicës, nuk ka bërë më shumë se sa zoti Diogwardi për çështjen kombëtare shqiptare. Ai bashkë me bashkëshorten e tij, zonjën Shirley Cloes Diogwardi, dha një kontribut të jashtëzakonshëm për të drejtat kombëtare të shqiptarëve në Ballkan, dhe sipas një ankete të gjerë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, u përzgjodh për dhënien e titullit Thank You në emër të shikuesve të televizionit të diasporës shqiptare. Por kush është Joseph Diogwardi? Ai lindi në Bronx të New Yorkut nga një baba arbëresh dhe një nën italiane. Baba I tij erdhi në Amerikë në një fshat arbëresh italis I banuar me shqiptar të shpërngulur nga Shqipëria. Në femininë e tij, si një emigrant, e kuptoi se diçka tek ai dhe familja e tij ishte ndryshe nga italianët e tjerë. Ai ndjeu kushtrimin e gjakut të tij të shprishur dhe u shndrua në një misionar të çështjes shqiptare. Kështu, në nëntor të vitit 1984, shqiptaro-amerikani Joseph Diogwardi, antar I Partisë Republikane, u zgjodh antar I Kongresit Amerikan në një distrikt të shtetit të New Yorkut, duke nisur kështu karrierën politike në shërbim të Amerikës dhe të çështjes kombëtare shqiptare në Ballkan. Në atë kohë, vetëm gati 12 kongresmen, kujton ai, nga 435 dinin diçka mbi situatën në Kosovë dhe se shumica e Kosovës ishte shqiptare. Por që mandati I dytë si antar I Kongresit Amerikan që I dha Diogwardit dhe çështjes së Kosovës një shtysë të madhe për të edukuar median amerikane për më shumë mbështetje në Kongres dhe në Senat për çka ndodhte me të vërtetë me shqiptarët e Ballkanit në Jugosllavi e në veçanti në Kosovën martire. Me Diogwardin antar të Kongresit Amerikan, fillon një etapë e re e historisë së shqiptarëve të Amerikës për të sensibilizuar qeverinë dhe legjislativin amerikan, për të prezantuar, përfaqësuar, ndihmuar për zgjidhjen e çështjes kombëtare të shqiptarëve në Ballkan. E si pikënisje, shërbeu një fest familjare e celebrimit të 45 vjetorit të lindjes së tij, kur komuniteti shqiptar I New Yorkut, kryesisht nga Kosova, që e mbështetën zgjedhjen e tij në Kongres, I kërkoi të lobonte për Kosovën.
e Dioguardi me aksionin e tij prej adetare shqiptarit të madh krijoi një hapësirë miqësie për të gjithë shqiptarët si komb me kombin amerikan. Ai kontaktoi presidentet amerikan me liderë shtetesh në Amerikën në botë, promovoi liderët shqiptar të Kosovës, të Malit të Zi, të Luginës së Preshevës, të Maqedonisë në shtetin amerikan, në Kongres dhe në Senat, si dhe veprimtarët e çështjes çame. Ai realizoi 10 rezoluta për çështjen kombëtare shqiptare, e në veçanti për Kosovën, në bashkëpunim me anëtarët të Senatit dhe Kongresit Amerikan që lobuan krahti, promovoi UÇK-n si një ushtri çlirimtare, realizoi 10 protesta paqësore para se lidhje MNZ të botës në Amerikën e Evropë dhe shumë veprimtari në dobi të shqiptarëve. Vëzhgoi nga afër e dokumentoi barbarinë dhe pasojat e regjimit militar serb në Kosovë, duke bërë më të lehtë vendimin amerikan për t'i ardhur në ndihmë shqiptarëve të Kosovës. Vetëm me Kosovën shtet pavarur do të ketë paqe në Ballkan. Kjo ishte motua e punës së tij dhe Kosova u bë e pavarur, fal edhe pathyeshmërisë, guximit, vendosmërisë për të bërë diçka për çështjen kombëtare shqiptare nga Joseph Dioguardi. Dhe puna e tij për çështjen kombëtare shqiptare vazhdon. Antarësimi i Shqipërisë dhe Kosovës në BE, antarësimi i Kosovës në NATO, zgjidhja e çështjes së Çamërisë dhe konsolidimi i të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, Preshev dhe Mal të Zi janë linjat e punës në vijim në të ardhmen. Shqiptarët e Amerikës kanë fatin e madh të kenë mes tyre Joseph Dioguardin, këtë figurë kombëtare që me vullnetarizmin e tij e bëri çështjen kombëtare shqiptare më të dëgjuar në Amerikë dhe në jetën politike amerikane dhe në botë, dhe lidhjen qytetare shqiptaro-amerikane një organizat të pavarur me vlera kombëtare për të mirën e kombit shqiptar. Çështja shqiptare ende nuk është mbyllur dhe tani, 75 vjeçar, ai ende nuk del në pension deri sa ajo të zgjidhet. Ndaj dhe televizioni shqiptarëve të Amerikës uron u bësh 100 vjet Joe dhe thank you.